Tani do përballoni edhe fjalën time si zakonisht të shkurtër. Mendoni pak, ishte e thënë që fati ynë të na sillte në një përballje të tillë. Në një përballje si përfundimtare me historinë tonë të gjatë dhe të mundimshme, duke na dhënë neve, shqiptarëve të dekadës së tretë të shekullit të 21, shansin që t'ja ndryshojmë për gjithnjë rrjedhën historisë. Tamam këtu, tamam tani, mu në një kryqëzim mes një palë zgjedhjesh politike për partinë që do të qeverisë 4 vjet dhe një mundësie historike për Shqipërinë që në vetëm 4 vjet mund të bëhet zonjë antare e familjes së Bashkuar Evropiane. Ne dhe vetëm ne dhe askush tjetër kemi ndorë fatin Evropian të Shqipërisë dhe kemi 30 ditë përpara për t'u lidhur dorë për dorë me çdo shqiptar, me çdo shqiptare që e do zonjën e Shqipërisë në sallonin e Bashkimit Evropian dhe veten e vet qytetar e qytetare të barabartë të Europës. Prandaj edhe është krejt ndryshe nga të gjitha herët e tjera mbledhja jonë sot këtu në këtë shesh, ku qëndron dëshmitar dhe udhëfyes stoik shëmbëltyra e profetit ton kombëtar, hipur mbi kalin e historisë shqiptarëve. Ka thënë dikur një mendimtar evropian, nëse është e vërtet, si që pohon edhe vetë Kurani, se Zoti i ka dhuruar çdo populli një profet në gjuhën e tij, Shqipëria pati te Skënderbeu profetin e pavarësisë saj, heroin që mbolli farën e madhështisë dhe fateve të lume të kombit të tij. Dhe këtu në këmbët tona, me qindra e me mira plakzat e sheshit që mban emrin e profetit, rrëfejnë hijen e gjatë të qenies sonë shqiptare, nga njëri cepi vendit në tjetrin, po edhe përtej. Tokën e zhuritur nga gjaku, lotët dhe djersën e shqiptarëve në shekujt e shumë të ekzistencës tyre, dinjitetin burnor dhe jeshin amësore të kësaj toke. Rrëfejnë një copë martire të trupit e Europës, dëshmitare kobesht pa dëgjuara dhe përtritjesh që nuk kanë të dytë nga njëri cep i kontinentit në tjetrin dhe përtej. Rreth 100 vjet më parë, një udhëtar evropian shkruante se ndonse pak orë lundrimi e ndajnë Italinë nga Shqipëria, teksa zbret në brigjet e saj, do kishe vënë bast, se ky vend nuk ishte Europë, por ishte Azi. Të thoshe se Shqipëria ndodhet në Azi, çdo profesor do të vinte notën 0 në gjeografi, por sensi i realitetit do të kishte vënë notën 10, thot ai. Por ja që koha e deshi, fati ynë i madh e deshi, që në këtë shesh të Skënderbeut, kërthiz e Mëmdheu dhe Xhevahir i kryeqytetit tonë evropian,
i lëmuar si një gur që ka rënë nga yjet dhe i panë si një det i lundruar nga historia, ne të kemi shansin historik që të hedhim hapin përfundimtar drejt bashkimit me Europën dhe ndarjes pa kthim me Azinë. Për ne, sot këtu, përfaqësuesit dhe përfaqësueset e popullit socialist dhe progresist Shqipërisë, nis e përpjeta e fundit drejt Europës dhe fundi i historisë son jashtë saj. Përpara nesh është vetëm një datë, 11 maj, e afërt sa 30 mëngjese, dhe pasaj është vetëm një mandat i gjatë sa 4 vjetë për ta fituar bastin historik me Europën për Shqipërinë dhe me Shqipërinë për Europën. Mos e harroni, për këtë bast, mbi 2 anët e sqyrës medalje, kanë hedhur gjithçka kanë pasur arbrorët dhe shqiptarët, që kurse mbi dheun e këtij kontinenti u dëshmua zëshëm në mes të Europës Adriatike, në Dalmaci, ajo që atë gjergjfishta e pacilësuar e mashkulla gjuha jonë. Kumti dokumentar i kësaj ngjarjeje që është pak e përfolur, ka ngjyrime epike për të mos thënë biblike. Gjatë një muaji korrik të vitit të harruar 1284, një dikush i ka lënë kujtesës së shkruar europiane këtë kumt. Dëgjova një zë gjëmues mbi male në gjuhën arbrore. Audivi unam vocem clamantem in monte in lingua albanesca. Unë jam zëri që thras në shkretir, thuhet në Bibël, shtroja një rrugët dhe shoshitja një pengesat hapave që depërtojnë historinë prej slarti, thot profeti biblik. Dhe sa të bukur janë hapat mbi male, thuhet diku në librin e shenjtë, hapat e atij që sjell si arishin shpall paqen dhe shpëtimin. E pra bashkë nga malet, u dëgjua në më shumë se 700 vite më parë, zëri gjëmues i arbrorëve mbi shtrojën e kaltër të Adriatikut dhe të Mesdheut, duke i shpallur Europës se ata ishin pema e lashtë e kopshtit saj dhe filizi gjithmonë i njom mes kombeve të saj të plakura. Unë nuk kam ardhur këtu sot që t'ju marr përdore për t'ju zhytur në për legjenda, po për t'i shkuar pas së bashku me ju në një marshim të fundit drejt tokës premtuar të Europës, profetit ton kombëtar, për t'u bërë një me fatin europian që ai atje mbi kal na e përcaktoi si tonin, që më pas rilindasit tan, heronjt e pavarësisë dhe të gjitha luftrave të mendimit patriotik shqiptar, na e konfirmuan si amanet përmes një odiseje të pafundme, peripecish, kaplimi malesh e detrash. Dhe sot na ka zgjedhur ne fati për t'i dhënë shtysën e fundit gurit pavarësisë, lirisë, të barazisë para ligjit, duke mos e lënë më të rregulliset të poshtë si guri i Sizifit, por duke vendosur një herë mirë në këndin e ndërtesës europiane. Aty ku së bashku do të ngjisim edhe flamurin më të bukur në botë. Po ta mendosh
nuk kanë Ballkan një popull të dytë si arbrori, si shqiptari, që në shekujt pasosur dhe raskapitës të jetë ngullur si një asket në majt një shkëmbi për të mbjetuar gjithë shkaje dhe gjithë kujt, shpesh kundër çdo parashikimi. Prandaj dhe nuk kanë Ballkan një kom tjetër më të njësuar me ndjenjën e përkatësisë ndaj Europës, asaj Europe ku siç e shkruan rilindasit mbi flamurin e profecisë son kombëtare, dielli lind andej nga Perëndon, se sa ky komb, se sa ky popull. Duke ju dhënë tëra pikërisht asaj Europe dhe duke u ndjerë saja në të gjithë tërësinë e vet, paçka se në sa shumë e shumë kora Europa nuk e ndjeu të sajën, arbëria, Shqipëria ka mundur të fsheh brenda vetes në shekuj thelbin e vet perëndimor, ta ruaj atë përgjatë çdo persekutimi apo prapakthimi ose arratisje drejt lindjes, ta nxjerrë atë gjallë nga izolimi më i egër që ka njohur bota komuniste dhe ta kthej atë në fuqinë më të pandalshme të ribashkimit vetë me Europën, si fillimi individualisht, kur shqiptarët i hynë detit gëm dhe përmes tyre ne u frymëzuam dhe pam që njësoj si çdo njëri prej tyre, edhe Shqipëria jonë mund t'ja dalë kombëtarisht përmes shtetbërjes sonë europiane. Rast unikal, madje irracional në histori dhe në mozaikun komplet të çakërdisur të gjeopolitikës ballkanike. Populli shqiptar ka dhënë pa kursyer për të bërë Europën. Edhe atëherë kur vetë Europa qëlloi të ishte e mbytur nga mosbesimi. Populli cilësuar si indiferent, mosbesues, madje shpërfillës ndaj çdo besimi. Me smira sërmundime shqiptarët mësuan të besonin në një thellësi të madhe, sepse mësuan të shpresonin përkundrejt çdo humbje të shpresës. Dhe është ai zëri gjëmues mbi malet, e para klithme ekzistenciale për dëshmuar arbërorin me trup dhe me shpirt në mes të Europës, i cili në shekullin vijues, në 2 raste, jehon në kronikat e kohëve shumë të vjetra, edhe njëherë si një zënë shkretir, për të thënë se arbërorët, në mes betejave të mëdha mes perëndimit dhe lindjes, ishin populli i vetëm autokton, mbi të cilin paraardhësit e Europës sotme mund të mbështeteshin për të ngavnyer pa u zhgënjur. Më 1308 dhe më 1332 Murg dhe Skrip, që historia i ka regjistruar si anonim, a thua se pa të në ardhur në jetë vetëm për t'i bërë jahon mrekullisë arbërore në mes të pezmit ballkanik, me një entuziazëm të pashoq, shkruajnë se ky popull me zi shpret të solidarizohet me perëndimorët, të bëhet pjesë e betejave dhe idealit tyre, kur do herë që i shtrihet dora e besimit dhe vllazërimit. Dhe po me atë zë gjëmues në male, për të 4-ën herë, profeti ynë, Gjergji, i bën qartë në shekullin e 15 dhe asaj Europe të ngasur në prapakthime, në vetmohime fajtore dhe në lëshime, se çmimin për të qenë pjesë e familjes së cilës i përket, arbërori e cakton vetë.
jo si një i përgdhelur i fatit, as si një mercenar, por si një rob i virtytit dhe si një fanatik i vendosur të jetë gur i rënd në vendin e vetë. Syrin në gëzot e zemrën barot, do të thoshte një tjetër Gjergj, atë fishta. E sot është dita, ky është muaj i ndar me prilli dhe majt. Kjo është dekada e ardhjes së fatit evropian të Shqipërisë mu në dorën tonë. Kur si asnjëherë më parë që kur ne dolëm nga ferri komunist, Bashkimi Evropian ka shkuar përtej fjalëve, ka shkuar përtej premtimeve dhe ka hapur portën e madhe duke na dhënë një afat për të mbyllur negociatat dhe për të nënshkruar marrëveshjen e hyrjes son në atë shtëpi të ndërruar 2027. E pra, tamam në këtë vit të 2025, që përpos tjeras është jubilar, dhe është një vit i shenjtë përbotësisht, kur gjëmimet dhe kanosjet e luftës në dyert e Europës dhe rrëmuja e re gjeopolitike paralajmërojnë kohëra me sfidat mëdha përpara, ne shqiptarët nuk mundet në asnjë mënyrë ta humbasim takimin me historinë për mustaqet e Kujtim Gjuzit. Sepse sado komike duket, kjo është e vërteta. Të takosh historinë apo të futesh nën mustaqet e Kujtim Gjuzit. Sot është dita dhe ky muaj i ndar mes prillit dhe majit është koha që ne të nisim jo fushatën elektorale të radhës, po kuvëndimin e madh të maleve e të fushave, të qyteteve të shatrave, të shqiptareve, përtej të majtës dhe djathtës, matan barikadave partijake dhe dastive të vjetra, për Shqipërinë zonjë në salonin e madh të familjes bashkuar europiane. Sa më të bashkuar dhe sa më të vetëdijshëm për fatin që na ka ardhur në dorë, por jo për gjithmonë, sepse takimet me historinë nuk presin dhe as shtyhen dot sipas shefit tonë se kemi ca punë të tjera, ne duhet i shkojmë rrugës hapur të fatit pa paragjykime për njëri tjetrin dhe pa tundime për budallëqet e radhës. Nëse duam t'i japim fund historisë së një populli pa drejtësisht i mbetur si dorës dytë dhe t'u dorëzojmë fëmijëve tanë dhe të gjithë brezave që vinë një vend brenda kufive të Bashkimit Evropian, ku mes shqiptarit, italianit, grekut apo gjermanit të mos ketë më asnjë dallim. Dhe jo vetëm të mos ketë më asnjë dallim, por të mos ketë më asnjë shans për ta parë shqiptarin nga lart poshtë. Shqipëria sot nuk është gjëkundi njësoj në atë që ishte kur ne morëm detyrën. Në asnjë fush, askund. Përveç se në kënetën e opozitës dhe të mediave rreth saj, ku për hir të vërtetës situata është edhe më keq se ç'ishte kur ne morëm detyrën. Por s'ka asnjë dyshim se Shqipëria sot nuk do të jetë gjëkundi njësoj me Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Në asnjë fush,
e në asnjë drejtim dhe mbase, edhe këneta opozitare do jetë tharë deri atëherë. Po kjo është vetmja gjë që e ka në dorë pakica dhe jo shumica e shqiptarëve. Shqipëria 2030 do t'jetë një Shqipëri e re. Një vend me një tjetër pozicion dhe një tjetër fuqi, si një shtet antar i një familje të madhe, lirish, të drejtash dhe mundësish që ne sot nuk i kemi akoma. Dhe që as nesër nuk mund t'i kemi pa u bërë pjesë asaj familje. Në atë familje, liria individuale e shqiptarëve, të cilën kur se si askush do ta marrë të mirë qenë dhe të dhënë njëre mirë, nuk do të vihet më kurrë në diskutim nga asnjë qeveri apo i parë qeverie këtu në Shqipëri, sepse kush hyn në atë shtëpi nuk luan dot më ku kam qefi me qytetarët e vet. Prandaj dhe në atë familje askush nuk e vë dot në pikpyetje barazin para ligjit për qytetarët e vet, të cilën ne, socialistët dhe progresistët e Shqipërisë, e kemi sjellë për herë të parë si zhvillim real, konkret, aktual në jetën shqiptare, ku s'ka pasur kur barazi para ligjit dhe as drejtësi të pavarur, qysh nga viti 1912. Prandaj, edhe qysh nga viti 1912 dhe deri pak vite më parë, s'ka pasur kur, asnjëherë, në asnjë rast, një individ të veshur me pushtet politik, që t'jetë hetuar, gjykuar apo dënuar nga prokuror e nga gjykatës të pavarur prej qeverisë. Por ama barazim para ligjit, populli shqiptar nuk mund ta lërë dorën e qeverive dhe të parëve të qeverisë këtu, po duhet ta marrë vetë në dorë. Duhet ta mbrojë me të gjithë forcën e vullnetit vet, duke filluar nga 11 maj, ku zgjedhja nuk është mes ca partive, po mes Shqipërisë 2030 në BE dhe Shqipërisë drejt e ngrop, përsëri. Me ne, ose me kënetën madhështore dhe me shitsat e qilimave fluturus të pazarit të moçaleve të vegjël rreth saj, që kanë dhe ca emra shumë qesharak. Jo bëhet, jo s'bëhet, jo mundet, jo s'mundet, jo bashk, jo veç, jo tërci-vërci. Vetëm Shqipëria 2030 në BE e blindon përfundimisht pa asnjë mundësi prapakthimi themelin e barazisë para ligjit që Partia Socialiste e Shqipërisë pati kurajon ta hedhë. Dhe deri atëherë, deri kur ne ta fusim zonjën Shqipëri në sallonin e madh kryesor të Shtëpisë Europiane, vetëm shqiptarët e bashkuar me mua dhe me ju këtu mund të mbrojnë drejtësinë e re nga çdo rrëvajtje destruktive e kënetës. Mund të mbyllin negociatat me BE-n brenda 2 vitesh. Mund të rrisin prodhimin e përgjithshëm kombëtar, që kur ne morëm detyrën ishte më pak se 10 miliard euro, nga 25 miliard euro që është sot në 35 miliard euro. Mund të rrisin të ardhurat për frym, që ishin vetëm 3.000 pak euro kur ne morëm detyrën, nga afro 10.400 euro që janë sot në të paktën 15.000 euro. Mund të rrisin pagën mesatare në sektorin publik, e gjetëm 372 euro, nga 1.000 euro që është sot në të paktën 1.200 euro, apo pagën e përgjithshme mesatare që ishte 322 euro, mund të arrisin nga 830 euro që është sot në të paktën 1.000 euro,
paruar pensionet dhe pensionistët, të cilët ne jemi shumë të vetëdijshëm që meritojnë më shumë nga të gjithë dhe kanë përfituar më pak nga të gjithë. Prandaj dhe për pensionet, për gjithë kontribuesit në skemë, ne do ta ngjisim mesatarin në 400 euro, ndërsa minimumin do ta synojmë deri në 200 euro. Ose pagën minimale, që ishte 157 euro. Ne u them atyre mund ta ngrenë me votën e tyre për ne qysh prej janarit 2026 nga 400 euro në 500 euro dhe në Shqipërinë 2030 ta kemi në 650 euro. Por të votosh për Shqipërinë 2030 në BE, do të thotë të investosh për një Shqipëri të re, edhe në aspektin financiar, sepse me uljen në sofrën e madhe të familjes së Bashkuar Evropiane, Shqipëria do të ketë, fal arkës përbashkët të asaj familje, një buxhet solidariteti ekstra çdo vit. E thënë ndryshe, nëse në këto vite ne kemi marrë nga BE-ja diçka më shumë se sa 1 miliard euro, nga cilat 90% janë kredi dhe vetëm 10% janë grant, para e falur, kur Shqipëria të ulet në atë sofër, do të marrë të njëjtën shumë 1 miliard e ca euro, por ama çdo vit. Dhe nuk mbaron këtu, sepse tek ajo shumë si antar të BE-s 90% do të jetë para solidariteti, grant e falur dhe vetëm 10% do të jenë kredi. Vetëm për fshatin, për bujqin dhe për fermerët, BE-ja na ka dhënë në tërë këto vite shumë më pak se sa 200 milion euro. Po në Shqipërinë 2030, kur të bëhemi antar të saj, do të marrim 300 milion euro në vit vetëm për fshatin dhe për bujqësinë. A e kuptoni? Shqiptarë dhe shqiptare, motra e vëllezër kudo ku jeni, se sa historike është zgjedhja e 11 majit në çdo aspekt, që nga siguria kombëtare tek sundimi i ligjit njësoj për gjithë dhe patjetër tek mirëqenia ekonomike dhe sociale. Pasaporta e BE-s për shqiptarët nuk është një tjetër dokument udhëtimi, po një status i ri i qytetarie. Për ne si banor, ndër më të vjetrit e këtij kontinenti, që mbase si askush në këtë kontinent, kemi kaluar nga piciri në picir, dhe kur nuk i jemi dorëzuar dëshpërimit, por i jemi dorëzuar vetëm kësaj ëndre, që më në fund na është hapur qelli, na është rreshtuar ylli i fatit, në një vijë me yjet e Europës, tamam si në atë ëndrën e vjetër të Eneas, i cili përpara se t'i jepte lamtumirën Helenit, djalit Priamit dhe Andromakës, në Butrint, në vizionin e qytetrimit, që do të sillte lulëzim në tjera vise, në Europë, shikon vëllezër, prej shpirti dhe dashurie, popull të moqëm, që do të ndërtojnë një ilion të vetëm dhe do të bëhen një realitet i vetëm. Pasaporta shqiptare e BE-s është digniteti ynë kombëtar dhe europian. Bëhet i pa diskutueshëm më nga askush. Është digniteti i shqiptarëve të Europës. Ata në Greqi janë të parët që më vinë ndërmend, që me pasaportën e BE-s nuk do të kenë më nevojë për asnjë dokument njohjeje nga shteti atje, të ekzistencës tyre të lishme në Greqi, duke filluar nga njohja
e viteve të pafundme të punës e çapune, që do të bëhet automatike sa po të marrin pasaportën, jo greke, shqiptare të BE-s. Sepse pensioni do t'ju njihet si qytetar të BE-s. Digniteti i fëmijëve tanë, kudo qofshin, me një pasaport shqiptare si kjo e sotmja, që nuk do t'jenë më të huaj në territorin e BE-s, po do të gëzojnë të njëjtat të drejta dhe privilegje, njësoj si nxënësit, njësoj si studentët e vendeve të BE-s. Digniteti i çdo shqiptari dhe shqiptare, që kur të thoj drejt BE-s me atë pasaport, nuk do të ndalet më nga asnjë polic dhe nuk do të hyjë më në asnjë radhë veçantë dele zeza. Në asnjë pikë hyrje të BE-s për të dhënë llogari ku po shkon, sa lek ka me vete, kush e ka ftuar, sa do ri, edhe pastaj pa hyrë akoma brenda për t'i dhënë përgjigje pyetjes kur do ikësh. Sepse BE-ja nuk do të jetë më e atyre. BE-ja do të jetë Shqipëri dhe Shqipëria do të jetë BE. Digniteti i kujtdo që me atë pasaport do të ndaloj ku të doj në BE. Do të kërkoj punë ku të doj brenda perimetrit BE-s. Do të ketë të njëjtat të drejta e privilegje si çdo qytetar tjetër i BE-s, duke përfituar nga një sistem sigurime shoqërore shëndetësore në rast nevoje. Tani, Këneta thot se antarësimi ynë në BE nuk është prioritet, dhe sa ai do ndodh. Sidoqoftë, thot Këneta, ai do ndodh. Po prioritet sipas Kënetës është kthimi i bufit për të tretën herë në krye të vendit. Pasi në 2 herët e mëparshme nuk e shkatroi dhe pastaj rënoi mjaftueshëm Shqipërinë. Për këtë prioritet, bufi ka sjell me kush e di sa para, që kush e di ku i ka gjetur edhe një latif nga Amerika, i cili latifi për gjithë ne që jemi rritur në lagjet e Tiranës, të kujton atë të fortin e lagjes, që qullsi poshtë pallatit shkon e thret dhe i thot, hajde Latif se ata do mrajnë. Latifi kishte publikuar dje një buf që hante 1000 dhe kishte ngritur pyetjen, kush është miu? Ati bravo i qoftë se të gjesh budallej që të paguajnë gjitha ato para për të duartrokitur edhe kur ja fut asaj që thuhet në atë farë feje, është vërtet kesh lindur me këmish. Se që bufi është bufi, kjo s'ka diskutim. Kurse për miun ka shumë kandidat, që nga luli i shkret, që harroi që ishte mi dhe u soll si ari. Dhe deri tek ai shkreti nga Kavaja, fituesi i primarëve të Tiranës, që besoi tek bufi si njeri dhe bufi e Kullufiti si ti ishte thjesht 1000. Kjo është historia e Kënetës, e bufit e mive, ndërsa historia jonë është një tjetër. Dhe unë dua të përshëndes këtu në mënyrë të veçantë Zamirën, dekanen e ekonomikut Vlorës, e cila e kuptoi se nuk ishte as që kërkonte as shpriste më në atë kamp. Dhe si vlonjate që nuk e bënte dot rolin e miut, erdhi dhe u bashkua me ne, duke përfaqësuar sot Vlorën në skuadrën tonë kombëtare të 11 majit. Dhe erdhi jo vetëm, po me shumë të rinj të reja të forumit rinor
të Partisë Demokratike të Vlorës, të cilët vlonjat dhe ata nuk mund do të rrinin radhë për të bërë mi. Dhe shembulli i Vlorës, i demokratëve të Vlorës, është shembulli që Vlora historikisht i jep Shqipërisë, sepse për arsye të paditura, Vlora është ajo që e para e ndjen erën e historisë. Dhe prandaj edhe tjera vajza e gra demokrate, se çuditërisht janë gra dhe vajza, e kuptoni? Edhe djemt e përrubit rinor erdhën se erdhën me dashurat të Vlorës. Por, të paktën janë treguar djemt mënçur. Gra dhe vajza demokrate po afrohen dhe po na bashkohen edhe në tjera qarqe. Unë i siguroj se nuk do bëhen kur pishman. Ndërkohë që burrat demokrat le të vazhdojnë, të reflektojnë, vetëm mos thonë që nuk ua u tham, ikni përpara se ta psoni si miu. Të dashur bashkëqytetarë dhe bashkëqytetare që na ndiqni sot nga ky shesh i bekuar. Unë ju bëj një thirrje shqiptare, një thirrje qytetare, nga ky shesh që nuk ka flamuj të tjerë përveç flamurit më të bukur në botë dhe flamurit të ëndrrës më të bukur në botë. Që të bëjmë i bashkë njësoj si 5 gishtat e kësaj dore, për t'i dhënë të nesërmes ngjyrën e fatit evropian të Shqipërisë. Pikërisht në javën e fitores son, që do të mbyllet në këtë shesh nga vetë Europa, e cila në 16 maj për herë të parë në histori do të ngrer tendën nën hijen e profetit. Dhe në atë tendë do të ulen me një sofër të madhe të gjithë udhëheqësit e popujve të kontinentit demokratik evropian. Prandaj le t'i lëmë këtë herë, le t'i lëmë për herë tjetër pas kësaj here të paktën llogoret partijak. Le t'i harrojmë këtë herë fanellat e tifozllëkut partijak. Le të ngrihemi këtë herë të gjithë bashku në lartësinë e takimit me historinë që na ka ardhur në derë, dhe le të mos lejojmë kurrësi në asnjë mënyrë që porta e hapur e shtëpisë madhe të Europës Bashkuar të mbyllet për shkak të shpërqendrimit ton nga shënjestra e përcaktuar e fatit Shqipërisë, qysh kur ai burr atje lart mbi kal la për brezat profecinë e tij. Vetëm duke realizuar këtë profeci kombëtare, e cila është përkthyer në dhjetra, qindra mira tekste të shkruara nga luftarët e mendimit shqip, për cilën koha spret dhe dasi nuk pranon, ne do t'jemi në lartësinë e duhur për historinë. Vetëm duke e quar në vend ata amanet, ne do t'jemi të denjë për etrit që na dhan emrin, na dhan alfabetin, na dhan flamurin, na dhan Shqipërinë. Dhe do të meritojmë më në fund, se nuk e kanë merituar, po ta mendosh, shumë nga ata që e kanë marrë peng të vend dhe e kanë kthyer me syt nga Azia, do të meritojnë nga zëllimin e tyre, që më bukur se kudo tjetër shprehet me fjalët e pavdekshme të Gjergj Fishtës përsëri.
si erdh të urrejq mendja shqiptarit prap për të gëzuar lirinë jetike, trashëgim lan ati prej të parit. E sa u ba gjaku e Medeti, sa u tuer rena dhe tradhtia, der që duel Shqipnia në veti, si premtue kish Perëndia. Dhe pastaj vjen fjalia rënqesë, të falem Shqipni, ti shpirtit tem dashuri. Besojni kësaj profecie, motra e vëllezër, besojni kësaj profecie shqiptare me bindje dhe kraje e tjera, besojni këtij momenti ndryshe, se është ndryshe jo për ne dhe as për ju, po është ndryshe për Shqipërinë tonë përbashkët. Dhe bashkohuni me shumicën tonë. Besojni Shqipërisë 2030 në BE. Braktisini profetët e rrem. Braktisini qënjet qesharake, që predikojnë madhështira qesharake, apo që ofrojnë barna popullore për hallet dhe problemet tuaja, të cilat mund t'i zgjidhim vetëm së bashku dhe vetëm bashkuar për të qenë në lartësinë e historisë së Shqipërisë me Europën dhe të Europës me Shqipërinë. Sot është koha për këtë besim të lartë. Është një besim shumë i lartë. Më shumë se kur sot është dita që Naimi e pa dhe u ngazëllye kur këndoi, ja ke vërtet, pse rrie qetë për Shqipërinë ditë e mira pas këtaj vinë, shkoj errësira, lum kushtërojnë, ta shoh zonjë. Dhe zonjë Shqipëria bëhet kur ne, bijtë dhe bijat e saj, t'ja vendosim mbi kokë kurorën me 12 yjet, që flamuri europian i uazoi kurorës së zojës, lartë në qelë, asaj zoje nën e pelegrinëve që shpresojnë që si pajtore e Shqipërisë kremtohet pikërisht këtë muaj, njësoj si që populli me tradit, po këtë muaj, kremton lindjen e shëngjergjit shqiptarve, gjergji kastriotve, ati shqiptarve na qof mbrojtje dhe udhërëfyes në pelegrinazhin ton europian, dhe nana e shqiptarve na sjell këshillën e mirë dhe bekimin për misionin dhe pelegrinazhin ton të shenjtë drejt tokës premtuar, atje na të shpin ku na pret këndi ynë. Rrof Shqipëria si gjithë Europa, rrof Europa e gjithë shqiptarëve. Multi-half life.